Dhe çfarë duhet bërë ndryshe në këndvështrimin tuaj, pra çfarë vigjilence duhet shtuar, cilat janë objektivat konkrete që mendoni që është e vlefshme në këtë kontekst? Në radhë të parë, ne duhet të shtojmë investimet që duhen bërë për tokën bujqësore. Dhe këtë ligji, këtë duhet kishte dhe duhet të mbaj parasysh. Ne duhet të shtojmë mbrojtjen që duhet i bëjmë tokës bujqësore nga erozioni, që është përsëri një element shumë i rëndësishëm për të theksuar, dhe ana tjetër ka të bëjë pastaj me veprimtarinë që ne duhet kemi për konsolidimin e tokës bujqësore, në mënyrë që të arrijmë tek ato objektiva që ka realisht toka bujqësore. Tokën bujqësore natyrisht ne duhet ta shohim si një element i sigurisë ushqimore, por njëkohësisht edhe një element i sigurisë kombëtare, sepse është e lidhur ngushësisht siguria ushqimore dhe prodhimi i ushqimeve në vend për situata të caktuara është i lidhur ngushësisht me sigurinë e vendit tonë, me sigurinë kombëtare. Zotëra Rabaj, sa i përket ndoshta dhe situatës në cilën ndodhemi në kontekstin e bujqësisë në këtë çast, dhe ta vlerësoni cilët janë ato që kanë më së tepër prioritet dhe padyshim që duhet që të kenë në krau tjetër edhe mbështetje. Disa ditë më parë nuk e referohem një rasti konkret, se kjo mund të jetë periudhë momentale, për shembull disa raste me shalqinj krijuar si problematikë nga ana fermerët. Po, duke shkuar pak përtej kësaj, çfarë duhet patur? Parasysh se duhet patur një lloj orientimi më i dedikuar në bujqësi. Shiko, orientimi i parë për tokën bujqësore në radhë të parë ka të bëjë me certifikatën e pronësisë. Ne duhet të zgjidhim shumë më shpejt se 2028, që është përcaktuar si objektiv, legalizimin dhe digitalizimin e tokës bujqësore. Kjo është shumë e rëndësishme. 1.8 milion parcela të tokës bujqësore të pa digitalizuara, dhe këto të pa digitalizuara ne nuk mund të kemi produktivitet të tokës bujqësore, nuk mund të kemi investime produktive, eficiente në tokën bujqësore, njëkohësisht nuk mund të kemi disbursim të fondeve si të buxhetit të shtetit, edhe të atyre të Bashkimit Evropian, nuk mund të kemi kredi as me interesat që kanë bankat, as me interesat të reduktuara, që po na prezantohen. Pra është domosdoshmëri për tokën bujqësore, kjo është domosdoshmëri, është emergjencë. E dyta ka të bëjë ngushësisht me përdorimin, me futjen, me hyrjen në fuqi të ligjit dhe me përfundimin e ligjit për sigurimin. Në mënyrë të tillë, për sigurimin në bujqësi, në mënyrë të tillë që ne të kemi mundësinë që të përdorim edhe një burim financimi ekstra për bujqësinë dhe për prodhimet bujqësore. Për tokën bujqësore, njëkohësisht shumë e rëndësishme mbetet e ripërsërisë investimet që duhen bërë veçanërisht për mbrojtjen nga erozioni. Ne duhet nuk mendoj se i jep rëndësi shumë të madhe një ligj i ri për mbrojtjen apo një rinovim i ligjit për mbrojtjen e tokës, sepse për mbrojtjen e tokës bujqësore janë bërë disa ligje, vit për vit pothuajse janë bërë propozime për mbrojtjen e tokës, por e rëndësishme është që ne të shtojmë financimin për mbrojtjen e tokës bujqësore nga erozioni, sepse tokën bujqësore po e merr gjithmonë, po e zhbën nga produktiviteti i saj, erozioni shumë i madh që po ndodh në këtë periudhë të përkeqësimit të kushteve klimatike. Tjetër element i rëndësishëm ka të bëjë me konsolidimin e tokës bujqësore, që po e përsërisë shumë i rëndësishëm. Ne nuk mund të marrim produktivitetin e duhur për tokën bujqësore. Po sjell një shembull. Nga 1000 hektar tokë ne marrim në Shqipëri nga 1 milion e 200.000 euro. Në vende të tjera që nuk kanë produktivitetin e tokës tonë dhe kushtet klimatike tonat dhe resurset që ne kemi, marrin 4 deri në 5 milion euro për 1000 hektar tokë. Pra, produktiviteti mbetet element i rëndësishëm që duhet parë nga ana jonë në të gjitha drejtimet. Besoj që ky projekt ligji që përmendët edhe ju, lidhur me këtë çështje, ka një avantazh, sepse nëse ne do e përdorim siç duhet projekt ligjin, do e zbatojmë siç duhet, atëherë ne mund të rrisim produktivitetin e tokës që është bujqësore, por që nuk ka produktivitetin e nevojshëm për prodhime bujqësore. Ne kemi sipërfaqe të tilla, kemi vende të tilla, por për këto eksperiencë kemi pasur deri tani e kemi pasur jo pozitiv.